kolegë me projektin arsimor Kosovizet Contest. Viti 3 që po bëhet është një projekt madhor me përmasë të mëdhaja, do të thonë në nivel nacional. Dhe në këtë rast i shpreh falënderim për ardhin tuaj në këtë kohë dhe t'ju uroj sukses në këtë jetë me klasë të pensë të cilat si vjetë do të marrin pjesë, do të kenë mundësi që edhe si vjetë ta kenë rastin klasë të pensë të gjeneratës të mëra të një projekt kaq madhor, kaq ashtuar të rritur. Përshëndetje fëmijë të dashur. Ju dëshiroj mirëseardhje edhe në një tjetër rrugtim tonin me shumë ngjyra dhe vizione të reja. Kosovision Contest ju jep hapësirë që edhe një herë t'i shprehni dhe ngjyrosni idetë tuaja për të ardhmen e vendit tuaj. Kësaj radhe do t'ju sjellim copëza nga puna e palodhshme e mësuesve tuaj, përgatitjet që ata bëjnë në mënyrë që ju sa më lehtë dhe sa më mirë të kuptoni idenë e projektit. Mësues jam i vedete është hera pare juja që po merrni pjesë në projekt. Çka ju la me kuptu ligjërata deri në këto çaste, meqenëse ajo po vazhdon, mësuesit tjerë janë tu e dëgju, si ju duk juve deri më tash? Me duket interesante. Besoj që edhe fëmijët do ta përqafojnë këtë projekt. Ashtu kam bindjen time. Ta shohim në vazhdim si do të jetë. Puna cilën zoti Tajre shpjegoi deri tash, puna të cilën ju keni më bë me nxënësit, si ju duk ajo? E vështirë, e pranueshme për ju dhe nxënësit? Është e pranueshme për fëmijë, meqense sot fëmijët janë të njoftuar në shtëpi aty ne kanë internet, kompjuterat gjithë, janë pak më të gjendshëm se përpara, besoj që ka më pas sukses. Unë dëshiroj shumë sukses. Faleminderit edhe juve. Zotri Taher, nga përvoja juaj më hershme dhe nga ajo që shfaqet deri tash në këtë seminar, çfarë prisni nga mësuesit, çfarë prisni nga projekti dhe natyrisht nga nxënësit të cilët do të jenë pjesë e këtij projekti në vazhdim? Nga përvoja vitit kaluar ne jemi shumë të kënaqur edhe me pjesëmarrjet e mësimdhënësve, edhe me pjesëmarrjet të klasëve në përgjithësi, të nxënësve, të ideve që kanë paraqitur, projekteve në përgjithësi. Dhe nga ajo që kemi dhënë sot gjëra gjatë lidhur me këtë punëtori, do të presim rezultate të mahnitshme dhe me të vërtetë do ta krijojmë me të vërtetë një armat të nxënësve të cilët do të jenë e ardhmja e Kosovës me vizione të qarta. Besoj se duke nisur nga vitet paraprake, që jemi dalë mjaft të kënaqur, sepse kemi pas disa ide gjeniale dhe të veçanta. Unë shpresoj që edhe këtë vit ndoshta do të bëjmë edhe një bomë edhe më të madh, sepse interesimi me mësimdhënësve është mjaft i madh. Kemi një ushtri, mund të them, të mësimdhënësve që janë mjaft punëtor dhe mjaft interesuar për punë. Sa do të jetë e lehtë për mësuesit, thash edhe një herë, për ata të cilët e kanë herën e parë në projekt, me implementu dhe me zhvillu punën për projekt? Edhe pse e kanë për herë të parë, ne si bashkëpunëtor profesional e kemi obligim dhe detyrë që dalim vizita nëpër shkolla dhe gjatë kohës kur do të vizitojmë ata, do t'i këshillojmë gjatë gjithë kohës, kështu që bashkë me ne besoj që do t'ja dalin. Do të thotë gjatë gjithë kohës ata do ta kenë ndihmën tuaj në projekt. Gjatë gjithë kohës. Ju dëshirojmë shumë sukses. Shumë. Ndërsa kjo është ora e parë me nxënësit e shkollës Yll Morina të Gjakovës. Këtu do të shihni për së afërmi punën e kësaj klase dhe natyrisht eksperiencën e tyre në orën e parë të projektit. Mirë, vedem aty, hajde, kush është në bra, hajde të një. Po, cilën kush? Mirë. A, pajtoni me shumë arika. Ka fitojnë të ato që i shesin? Fitojnë para. A ti e mu mi qitë me shumë atje? Të para. Hajde, qite. Tjetër që kullon kamionët? Hajde, tu të me qitë. Që rrugët të në tu edhe në të para. Hajde të para të? Hajde të. Të për të ndihmuar tyre. Të për të ndihmuar.
Mirë, ti Vanessa? Se? Fëmijët, sepse fëmijët duhet të kenë edhe ndonjë gjithë. Mirë, shumë, hajde tjetri. Unë jam Hajde tjetri. Fjallim ndajore dhe agjallore. Të t'i përndosh të fëmijët që vëtë të të ndajore dhe agjallore. Jo, se shkolla se fëmijët mësojnë. Edhe në momentas, një. Hajde. Kushërime. Era? e kam fjalën të nëna dhe do ta vendos të filloj. Në shkollë, si? Edhe biskitare, hajde ku më të Qaforja. Qaforja. Po dhe këtu të kashët, sepse të kashët e këtë qaforja që të dalohet është e jone, apo